arti nuk është vetëm pikturë. Është kujtesë, është ndjenjë, është mënyrë për të folur pa zë. Si fëmijë, ka qenë një angazhim jemi veçantë në fushën e vizatimit, pikturimit, edhe kështu që ajo filloi që të krijohet edhe bëhet pasion për mu. Atëherë s'kemi pas kurse si tash për shembull ku më ndjek, mirë po pas përfundimit të shkollës fillore, kam marrë shkollën e artit mesme në Odisej Paskali në Pej, dhe aty kam fillu mu pjek si artist, pastaj vazhdova studimet në Prishtinë, mbarova atje në fushën e dizajnit grafik, kuptohet pikturën kom pas edhe si lanë zgjedhore, ndërsa magjistraturën e kam regjistruar viteve 90, po për shkak të angazhimit tem edhe gjatë luftës, atëherë u ndërprej, kisha vetëm me mbrojt temën e diplomës, dhe pas luftës në vitin 2006 e kam mbrojt temën e magjistraturës në fushën e përgatitit librit, me temë ka qenë vepra Ismail Kadares në pikturën e librit. Jetoj me artin edhe për artin, edhe kështu që po arti për mua është gjithçka, mirë po në realitet arti është një filozofi praktike që është dije, është ajo komunikon, është mjet komunikimi, është mjet që thjesht është një lloj terapie për ka shumë gjëra që mund të thuash për artin, mirë po arti është bërë si pjesë e njeriut shumë vite më herët, ka ndoshta 20.000 vite më herët ato vizatimet në shpella, sene, mirë po si them arti i paraprin zhvillimit e civilizimit përmes ideve, përmes inovacioneve ndryshme, dhe kështu që arti është gjithçka për jetën. Po, është pak vështirë këtu, se çdo vepër është, si themi, për artistin ndoshta si një fëmijë, mirë po vepra shpeshherë ndoshta është mirë më ditë kur mund dal, sepse ka raste ku vazhdon puna, ka raste ku mas 2 vite i kthehesh prap njëjtës pikturë, sheh diçka që ka nevojë, dhe kështu që her pas here nuk e dim kur duhet, mirë po megjithatë kur është e kompletuar me ato që flan shpirti, atëherë mund të themi se është e përfunduar një vepër e artit. Për të, çdo vepër është më shumë se formë, është reflektim dhe ndjenjë. Po, frymëzohem nga gjithë përditshmëria jonë, historia, familja, si themi, natyra, ideja për diçka të re, për shembull për një, sepse shumicën e rasteve arti nuk është vetëm ajo çka sheh, po arti është edhe ajo çka nuk shihet në jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm, po si artist përmes idesë, përmes emocionit, bjen diçka të re nga mendimet filozofike, nga ajo çka do thotë vjen për momentin si emocion, kjo pra. Tash themi, kam pas fatin se puna ime është vlerësuar shumë edhe jashtë vendit, ku kam marrë pjesë në ekspozitat ndërkombëtare, po flas për ato personale, sepse kolektive kemi marrë shumë ekspozita, po jam paraqit në to shtetet evropiane, Gjermani, Francë, për shembull Paris, Berlin,
Stuttgart, Felbach, pastaj në New York, në Universitetin Pennsylvanias, atje kam pas edhe një ligjerat për studentat e master, si temi një fjalim motivues për përvojën e eksperiencën tonë që kemi pas këtu në Kosovë. Dhe është shumë rëndësi që e ka edhe shumë vepra të mia që ndikon rreth 4 vepra që gjenden nëpër muzeet të ndryshme të botës. Edhe për këto jam shumë i lumtur sepse është mirë që të jemi prezent. Një revistë shumë e njohur, faktikisht ndoshta shtetërore, që është më e njohur në Amerikë, ka botu një shkrim për mua, quhet Art Education. Po, arti ndër vite më ka mësu shumë që ta kuptoj jetën më mirë, që t'i kuptoj problemet personale, po edhe të tjerëve, që të ndikoj pozitivisht me energjinë pozitive që bartin në veprat e artit, që edhe të tjerët të kenë diçka të re, të mësojnë diçka të re. Po sigurisht është gjatë pjekurisë profesionale, ngjyrat ndryshojnë her pas here, gati që edhe emocioni njerëzor është si stinjtë e vitit, ku ndonjëherë je më ekspresiv, nganjëherë dëshiron që të kesh më shumë kolorit në vepra, po nganjëherë të tërheq ajo pjesa që është monokrome, domethënë më pak ngjyra, dhe kështu që varet sipas disponimit, sipas konceptit artistik që e dëshiron me punu, dhe i përshtatesh konceptit artistik. Tek veprat e Refki Gollopenit, ngjyra bëhet histori. Për të krijimi nuk është thjesht proces. Është mënyrë për të kuptuar botën dhe për të lënë një gjurmë në të. Sepse arti nuk është vetëm ajo që shohim, por ajo që ndjejmë.